Në Luz të vogël në qytetin e Kavajës u zhvillua ceremonia e përurimit të bustit të Sedin Lushës, një figurë e lidhur me historinë e rezistencës ndaj regjimit komunist dhe përpjekjet për një Shqipëri demokratike. Për komunitetin vendas, ky monument është më shumë se një vepër arti, është një akt kujtese dhe një përpjekje për të rikthyer në historinë lokale, një emër që për dekada mbeti jashtë vëmendjes publike. Ne sot përurojmë bustin e Sedin Lushës, një njeriu i cili ka dhënë gjithçka për trevën për Luzin e vogël, por jo vetëm, për gjithë trevën e Kavajës, të cilës ne sot i shërbim me përulësi, siç na kanë mësuar të parat tanë dhe siç ecim në rrugën e Sedin Lushës, por Bashkia e Kavajës me vendim të Këshillit Bashkiak, me propozim të kryetarit të bashkisë, me vendim të Këshillit Bashkiak, bëri të mundur që Sedin Lusha të jetë qytetar nderi i Kavajës. Gjithashtu, Bashkia e Kavajës ka marrë përsipër që të përurojë bustin e këtij burri të madh. Sipas familjarëve dhe dëshmive historike të komunitetit, Sedin Lusha u përfshi në përpjekjet kundër diktaturës komuniste dhe ishte pjesë e misioneve të organizuara për rrëzimin e regjimit komunist në Shqipëri. Familja e tij e cilësoi këtë moment si një rikthim të kujtesës dhe një vlerësim për sakrificën e një njeriu që pagoi një çmim të lartë për bindjet e tij. Ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen, veçanti falenderoj Bashkinë e Kavajës, sidomos kryetarin që na mundsoi dokumentacionin që arritëm të qëllimi dhe Këshillin Bashkiak. Përfaqësues të politikës dhe të shtresës së të përndjekurve politike konsideruan ngritjen e bustit një moment reflektimi për kujtesën historike të vendit. Mirënjohje që po kujtoni figura të tilla sepse Shqipëria i ka harruar figura të tilla. Njerëzit dhe ne jemi bijtë e historisë. E sotmja është produkt i historisë. Dhe Shqipëria dhe shumë të rinj Shqipëri kanë harruar heroj të mëdhenj të cilët luftuan, jo veten e tyre, nuk humbën veten e tyre, por shkatruan familjet e tyre. Jeni të sigurt që familja i të nderuarit ka vuajtur persekutime, poshtrime dhe mirënjohje vërtet për Bashkinë Kavaj edhe për ju. Dhe do doja që këto gjëra të ishin më shpesh në Shqipëri. Vendosja e bustit u vlerësua edhe si një detyrim moral ndaj familjes Lusha dhe komunitetit të Luzit të vogël. Ai era heroikisht në këtë iniciativë të mbështetur nga aleatët tonë. Prandaj, busti që ne zbulojmë sot nuk është vetëm një monument bronzi. Kjo është një bust, një vendkujtim simbolik, është një amanet që shkon në vend dhe është një borxh që ne ja kthejmë historisë dhe familjes Lusha. Edhe përfaqësuesit të rinj politike cilësuan figurën e Sedin Lushës si një shembull të qëndresës dhe sakrificës për brezat e ardhshëm. Popujt që harrojnë historinë e tyre rrezikojnë ta përsërisin. Unë sot ndjehem shumë krenar që jam sot në këtë ceremonisë bashku me ju në ngritjen e këtij busti të një heroi jo vetëm kësaj treve, por të një heroi i cili do duhet jetë model për gjeneratën e re dhe brezin e ri sot në Shqipëri. Ja u garantoj që sot është detyrë për secilin prej nesh mbi të gjitha për brezin e ri, pasi prindrit tan, gjyshrit tan e bën një herë detyrën në vitin 90, është detyrë e brezit të ri për të bërë dhe një herë ndryshimin në Shqipëri. Deputetja Jorita Tabaku vlerësoi qëndrueshmërinë e komunitetit dhe familjes Lusha për ruajtjen e kujtesës historike. Një shembull jo vetëm të qëndresës, si një shembull të mendimit ndryshe i cili edhe kundër regjimit, në regjimin më të vështirë sot kthehet në një dritë. Përfaqësuesit e të përndjekurve politike lidhen këtë moment me nevojën për të ruajtur kujtesën e viktimave të diktaturës. Sot Luzit të vogël të Kavajës dhe Shqipërisë i rikthehet adetari i shquar nacionalist, luftëtari dhe pjesëtari i kompanisë 4000 Sedin Lusha. Mirë se erdhë o trimi Kavajës, o trimi Luzit vogël. Ka 75 vjetë që Kavaja dhe Shqipëria të presin, se ti meriton derin Ardeut, se për Shqipni t'ju bëre hi, të ungrite si Feniksi, për të ardhur në Luzin tënë, të dashur, pranë familjes tane që do të kenë pranë me breza. Ndërsa kreu i ballit kombëtar shqiptare konsideroi vendosjen e bustit një akt vlerësimi për një figurë të historisë kombëtare. Ju jemi shumë mirënjohës fakt për propozimin që keni bërë Këshillit Bashkiak për nderimin, vendosjen e bustit, për vendimin që keni marrë dhe keni bërë një akt patriotik sepse është vështirë sot në mendsinë e shoqërisë shqiptare për të marrë akte dhe vendime të tilla. Ceremonia u mbyll me zbulimin e bustit dhe vendosjen e kurorave me lule në një moment që familjarët dhe banorët e Luzit të vogël e cilësuan si një rikthim simbolik të një prej bijve të kësaj treve. Për komunitetin, busti i Sedin Lushës mbetet tashmë një pikë kujtese për brezat e ardhshëm dhe një dëshmi e rëndësishme së ruajtjes së historisë lokale.